Arlind, sipas një raporti të AMAS, Lëvizja Bashkë ka pasur vetëm 0.23% të kohës në lajme dhe 1.23% në emisione, ndërsa në reklame dhe transmetime live 0. Partitë e tjera të reja kanë marrë disa herë më shumë hapësirë. Çfarë mendon ti për këtë? Kjo është një vërtet që ne kemi prekur gjatë gjithë muajve para zgjedhjeve dhe gjatë fushatës elektorale. Lëvizja Bashkë ka qenë partia më e përjashtuar, më e diskriminuar nga të gjitha media, televizione, radio, portale e gjithçka tjetër. Në edicionet e lajmeve kemi qenë pothuajse fare të pranishëm, ftesa televizive kemi pasur jashtëzakonisht pak, ka pas televizione, duke nisë nga Klani, edhe të tjera, A2, Vision Plus, e tjera që nuk na kanë ftuar fare. Gjithçka është e kuptueshme. Ne i kemi rënë kokës jo vetëm këtij sistemi fundi kryet korruptuar politik, po mbi gjitha oligarkisë ekonomike, që do të thotë pronarëve të mediave të mëdha ose sponsorëve kryesor të mediave të mëdha. Kështu që unë nuk jam fare i habitur pse ne kemi 0.2 apo 0.3 kohë të vëmendjes televizive. Kjo tregon autenticitetin e qëndrimit ton, kjo tregon vërtetësinë e qëndrimit ton, dhe kjo tregon nga ana tjetër që një parti edhe me kaq pak vëmendje mediatike mund t'ja dalë, mund të shndërrohet në parti parlamentare. Prandaj kam thënë disa herë, është jashtëzakonshëm rezultati i Lëvizjes Bashkë në këtë izolim, në këtë blokadë pothuajse të plot mediatike, ja kemi dalë të shndërrohemi në parti parlamentare. Ky është hapi i parë, shumë tjerë do na pasojnë në suksesin ton tallshëm politik dhe në faktin që do arrijmë që agjendën, idetë tona t'ua imponojmë edhe atyre institucioneve publike ose mediatike që na kanë hal në sy, po fundja nuk kanë ç'na bëjnë. Ne do t'jemi gjithnjë e më fortë, zëri i qytetarëve, zëri atyre që vuajnë dhe psojnë padrejtësi. Faleminderit.